e humbi luftën. Ose më mirë po themi, nuk i ka fituar luftën me Hamasin, përderisa i lufton për ditë. Nuk ka fituar me Houthët, nuk ka fituar me Hizbullah. Netanyahu duhet një mënyrë për të dalë nga kjo. Ishte shumë e lehtë për të futur. Gjithmonë problemi, e kam thënë që në fillim të konfliktit, problemi do jetë se si do dalë Izraeli nga kjo. Sepse Izraeli është një moment shumë vështirë. I bie gjithë imazhi e një superfuqie rajonale, cilën e ka patur deri tani. Kjo superfuqi s'po mbyt dot dhe s'po vën dot poshtë disa grupe guerile, sepse ka ndryshuar koncepti i luftës. Ka ndryshuar shumë edhe parimi i luftës, varet se për çfarë jeton. Në Palestinë kur vdesin njerëzit qeshin. Nënat nuk qajnë, nuk mbajnë zi. Kurse në Izrael kur plagoset një njeri bëhet nam i zi, sepse këto luftojnë për bijetes faktikisht. Palestinezët, ne kemi shumë vështirë ta themi. Ne kemi shumë vështirë ta themi. Palestinezët goditen gjithë ditën dje duke rënë mbi 50 vjet njerëz nëpër tabore për të marrë ushqim. Për herë të parë pas luftës së dytë botërore përdoret uria si armë lufte. Këtë po bën Izraeli. Dhe kur themi Izraeli prapë e ritheksoj, e djatha ekstreme, sioniste, judaiste është tmerr. Është një organizatë politike ose janë grupe politike të cilët kanë parime raciste në vetvete.